Opinioni Gostivaras është ronditur edhe nga një tentim për vetvrasje. Kësaj radhe bëhet fjalë për një 14 vjeçare, e cila këtë akte ka kryer nëpërmjet konsumimit të lëngjeve toksike. Gjendja e vajzës së helmuar është kritike dhe ajo tash ndodhet në repartin toksikologjik në Shkup. Gjatë ditës së djeshme është paraqitur edhe një vjedhje ku nga shtëpia e një Gostivarasi hajnat kanë marrë flori në vlerë prej 70.000 euro. Mbrëmreth orës 21 në njësinë urgjente në spitalin e Gostivarit është sjellur një 14 vjeçare nga Gostivari e cila është helmuar me lëng toksik të cilin e ka pirë paraprakisht. Nga njësia urgjente e spitalit të Gostivarit njoftojnë se për shkak të seriozitetit të gjendjes shëndetësore të pacientes në gjendje jo kontaktibile, ajo është dërguar për në repartin toksikologjik në Shkup. Nga sektori i punëve të brendshme njoftojnë se organet kompetente po punojnë drejt zbardhjes së rastit dhe identifikimin e shkaqeve që e kanë bërë 14 vjeçaren të merr një vendim kaq të për jetën e saj. Vetvrasjet dhe tentimet për vetvrasje janë shndruar në një epidemi në vendin ton, e cila në të shumtën e rasteve shkaktohet nga kriza ekonomike, mosmarrveshjet familjare, pamundësia për të përballur me betejat e jetës e tjerë. Kjo dukuri negative nga fillimi i vitit e deri më tani ka prekur me 10 familje gostivarase, ndërsa fatkeqësia qëndron pikërisht në faktin se e njëjta po glabëron rinin si kategori më e ndjeshme dhe më pak imune ndaj të papriturave të jetës. Një 46 vjeçar me inicialet FB nga Banjica e Poshtme dje ka paraqitur në polici se në periudhën kohore mes datës 16 dhe 23 të këtij muaji, në rrethana të panjohura deri më tani, persona të panjohur nga dhomet e ndënjes kanë marrë sasi të konsiderueshme të arit. Sipas dëshmisë që ai ka dhënë në polici, Floriri ka qenë i vajzës së tij dhe vëllaut, që të dy me punë të përkohshme në perëndim. Nga sektori i punëve të brendshme njoftojnë se vlera e përgjithshme e Floririt të vjedhur në shtëpinë e personit me inicialet FB është rreth 70.000 euro. Në vendin e ngjarjes është kryer ekspertizë dhe po punohet drejt zbardhjes së rastit dhe kapjes së hajnave.